Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. E falenderojmë Allahun e Madhërisëm për gjitha mirësitë e tij ndaj nesh, në veçantë për mirësinë e imanit, të islamit dhe të ihsanit, për mirësinë e të orientuarit të jetëve tona përmes Kuranit. Njëherët edhe salavatet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafa sallallahu salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Vëllezër dhe motra, e falenderojmë Allahun e Madhërisëm që na mundsoi përfundimin e kësaj dite të bekuar të Ramazanit. Lutim Allahun e Madhërisëm që na i pranojë gjitha ibadetet e kryera përgjatë kësaj dite. Dhe njëherët kërkojmë për madhërisë të tij që ai të jetë i kënaqur me ne për çdo vepër, për çdo ibadet që ne e kryejmë për hir të tij. Në vazhdën e këshillave të neteve të bekuara të Ramazanit, mbrëm kemi folur për esencën e orientimit tonë drejt Allahut subhanahu wa taala, e që është dashuria ndaj Allahut. Pra ajo që duhet na orientoj drejt rrugtimit tonë në adresë të Allahut subhanahu wa taala është dashuria ndaj tij. Ky është themeli i adhurimeve karshi Allahut subhanahu wa taala. Po në anën tjetër ekzistojnë edhe dy shkaqe balancuese apo ekuilibruese të këtij rrugtimi drejt Allahut subhanahu wa taala, e që është frika dhe shpresa. Frika nga ndëshkimi i Allahut dhe shpresa në mëshirën e Allahut. Dietarët kur dëshirojnë ta sqarojnë këtë dhe ta ilustrojnë përmes shembujve më konkret dhe më praktik, e bëjnë përmes shpendit dhe thonë, konkretisht Ibnul Qayyim rahmetullahi alayhi është i pari i cili e ka shëmbëllyer gjendjen e besimtarit në këtë raport, duke thënë shembulli i besimtarit është sikurse shembulli i shpendit i cili shtekton në qiell. Koka e tij është orientuese, koka e orienton, ndërkaq krahët e tij janë balancuese. E në rastin tonë konkret, pra në raport me Allahun, shtektimi ynë apo rrugtimi ynë drejt Allahut do të jetë i orientuar përmes kokës, e që është dashuria ndaj Allahut, dhe i balancuar përmes krahëve, e që është frika nga ndëshkimi i Allahut dhe shpresa në mëshirën e tij. Çfarë do të thotë frikë nga ndëshkimi i Allahut subhanahu wa taala? Sa herë që përmendet frika ndaj Allahut, duhet ta kemi parasysh se nuk kemi të bëjmë me një frikë e cila manifestohet ndaj krijesave të Allahut. Pra, frika që ne e ndjejmë nga krijesat e Allahut është krejtësisht ndryshe nga frika që ne e ndjejmë në raport me Allahun subhanahu wa taala, sepse Allahu është i pakrahasueshëm. Dhe frika ndaj Allahut subhanahu wa taala nuk është sikurse frika që ne e kemi ndaj një tirani, ndaj një zullumçari apo ndaj një të fuqishmi, por është ndaj një të drejti absolut i cili prej drejtësisë së tij edhe ndëshkon. Ndëshkon për arsye se ai duhet të vë drejtësi. Ndëshkon për arsye se disa prej robërve të tij që i te i kalojnë kufijtë e Allahut meritojnë edhe ndëshkim. Dhe Allahu para çdo kujt tjetër duhet ta përmbush drejtësinë e tij ndaj krijesave në përgjithësi. Andaj nuk mund të paramendohet që Allahu do t'i trajtojë njëjtë, edhe ata që dinë, edhe ata që nuk dinë, edhe ata që janë gënjeshtarë, edhe ata që janë sinqertë, edhe ata që punojnë me devotshmëri, edhe ata që i shkelin ligjet e Allahut subhanahu wa taala. Pra nuk mund të jetë trajtimi i këtyre kategorive i barabartë, sepse kjo do të përbënte padrejtësi të madhe. Dhe Allahu nuk bën padrejtësi. Allahu ja ka ndaluar vetes padrejtësinë. Inni harramtu dhulma ala nafsi. Ja kam bërë vetes padrejtësinë apo zullumin haram, thot Allahu, pra të ndaluar rreptësisht. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Edhe e kam bërë padrejtësinë haram dhe të ndaluar edhe mes jush, pra në relacionet tuaja ndërnjerëzore, andaj kurse si mos bëni padrejtësi. Frika ndaj Allahut e nënkupton ndjesinë e një besimtari i cili e ka parasysh ndëshkimin në rast të shkeljeve të ligjeve të Allahut, në rast të neglizhencës, në rast të cungimit dhe të shtrëngimit të fesë përtej nevojës dhe përtej normales. Pra kur robi e te kalon ekstremin e parë, e që është cungimi i fesë, përtej kufive të Allahut mundohet me dalë, përtej asaj që Allahu ka caktuar dhe ka urdhëruar. Pra kur dikush e sheh jetën e tij vetëm xhenem, dikush ka prirje me pa jetën e tij vetëm terrezi, vetëm xhenem, e harron xhenetin, e harron mëshirën e Allahut. Dhe në një farë forme ja merr anën rrugtimit të tij drejt Allahut vetëm përmes frikës. Dhe në këtë rast kjo është padrejtësi ndaj vetvetes, e para se gjithashtu është padrejtësi ndaj Allahut, sepse ndërtohet mbi një mendim të keq ndaj Allahut subhanahu wa taala.
të mendosh se Allahu vetëm dëshkon, të mendosh se Allahu vetëm penalizon, të mendosh se Allahu ka krijuar vetëm xhenem, duke e harruar edhe xhenetin, është padrejtësi ndaj Allahut. Ndërtohet mbi një mendim të gabuar dhe të keq në raport me Allahun subhanahu wa taala. Në anën tjetër ekziston edhe shpresa. Shpresa në mëshirën e Allahut. Ky është krahu tjetër balancues i rrugtimit tonë drejt Allahut subhanahu wa taala. Por çfarë do të thotë shpresë? Do të thotë ndjesia e shpresës në mëshirën e Allahut, se përkundër faktit që ne jemi krijesa gabimtare, përkundër faktit dhe natyrshmërisë sonë që ne edhe mund të shkelim ndonjëherë kufijtë e Allahut, mund edhe të gabojmë, mund edhe të bëjmë mëkate, Allahu na ka planuar me mëshirën e Tij, nëse realisht e kuptojmë dhe e synojmë mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë, sikur ta dinte besimtari, ndëshkimin e Allahut në ditën e gjykimit nuk do të shpresonte në xhenetin e Tij, por sikur ta dinte jo besimtari, shpresën në mëshirën e Allahut ditën e gjykimit nuk do të dëshpërohej nga xheneti i Tij. Pra, përmes këtij hadithi, pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam i balancon të dyja. Këto kanë vlerë, kuptohen dhe aplikohen në jetë atëherë kur pranohen dhe aplikohen paralel të dyja. Pra jo ndarës. Pra kur e kuptojmë se Allahu ndëshkon me drejtsinë e Tij dhe Allahu fal me mëshirën e Tij, paralelisht atëherë jemi duke e orientuar rrugtimin ton, jetën ton, fetarin ton drejt Allahut subhanahu wa taala me drejtësi. Allahu vend Kur'an thot: "Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna 'adhabi huwa al-'adhabul alim." O Muhammed, lajmëroje robërit e mi, dhe po e shihni se Allahu këtu përmend termin përgjithësues, pra nuk po i specifikon vetëm besimtarët e Tij, sepse Allahu të gjithë i trajton në esencë njëjtë. Pra në parim gjithë i trajtojnë njëjtë. Përjashtimi dhe specifikimi apo veçimi bëhet atëherë kur besimtarët e Allahut ja dëshmojnë Allahut sinqerisht imanin, përkushtimin dhe devotshmërinë ndaj Tij, e pastaj Allahu zbret mëshirë të veçantë, falje ekskluzive për këtë kategori besimtarësh, sepse këta e meritojnë një gjë të tillë. Por në përgjithësi Allahu është Ar-Rahman me të gjithë, është i gjithëmshirshëm me të gjithë. Prandaj Allahu edhe atyre që e mohojnë Allahun në esencë, ekzistencën e Tij, apo e mohojnë fenë e Allahut, apo e mohojnë pejgamberëve të Allahut, në veçantë të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, apo e mohojnë shenjtërinë e Kuranit, shenjtërinë e librit të Allahut, Allahu prap nuk i ndëshkon, i afatizon. Allahu i jep kohë, pse? Është Ar-Rahman, është i gjithëmshirshëm. Prandaj e ka filluar librin e Tij përmes parathënies kuranore që është sura Al-Fatiha, pikërisht me këtë cilësi, me Ar-Rahman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani, Ar-Rahim. I gjithëmshirshmi për gjitha krijesat e Tij, Ar-Rahim, mëshirëploti apo mëshirëbërësi për besimtarët e Tij. Si duhet të rrugtojmë ne në raport me Allahun? Nëse në raste të caktuara ne më shumë ndjejmë frikë nga ndëshkimi i Allahut, sidomos kur bëhet fjalë për raste ku përmbushen përgjegjësitë tona ka shi Allahut, ne duhet ta balancojmë këtë situatë me përkujtimin e shpresës në mëshirën e Allahut. Por në raste kur ne për shembull i tejkalim kufijtë e Allahut apo i shkelim normat e Allahut dhe mashtrohemi me sigurinë që na mbjell djalli i mallkuar në zemrat tona, se Allahu fal shumë, se Allahu ka bërë xhenet, edhe harrojmë krejtësisht edhe ndëshkimin e Allahut, atëherë duhet ta balancojmë me anën tjetër, me krahun tjetër, duhet m'ia përkujtuar pak vetes edhe zjarrin e xhenemit. Pra, në qoftë se jemi neglizhent në raport me ligjet e Allahut, duhet t'ia përkujtojmë vetes ndëshkimin me zjarr. Në qoftë se jemi prej atyre që në përpikmëri i përmbushim obligimet tona ka shi Allahut, duhet t'ia përkujtojmë vetes se ka xhenet. Kështu ne e balancojmë rrugtimin ton drejt Allahut të Madhërisëm. Sa herë që në jetë ndodhin sprova, qasja e një besimtari në raport me sprovat që vijnë, e që fillimi dhe mbarimi i gjitha sprovave është urtësi, pra pa marrë parasysh se çfarë sprovë mund të na vijë në jetë, ne automatikisht duhet t'i qasemi Allahut përmes këtyre dy krahëve balancues të rrugtimit ton drejt Tij. Pra përmes frikës nga ndëshkimi i Tij dhe përmes shpresës në mëshirën e Tij. Kjo ka qenë qasja e pejgamberëve të Allahut, në veçantë qasja e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, pas edhe të gjeneratave të arta pas pejgamberit të Allahut. Dhe kësaj vazhdon deri më sot, brez pas brezi, duke u trashëguar kjo edukat pejgamberike përmes sahabëve e deri më sot. Pra, në rastet kur ne sprovohemi me sprova të rënda dhe në vetvete gjejmë mangësi
Në vetvete gjejmë anomali, në vetvete gjejmë edhe raste apo situata ku në mënyrë automatike dhe në mënyrë të drejtë për drejtë ne i shkelim ligjet e Allahut. Atëherë duhet ja përkujtojmë vetës ndëshkimin me zjarr. Duhet ja përkujtojmë. Njëjtë siç ndodh për shembull në jetën tonë të përditshme. Për çdo gjë ka ligj, për çdo gjë ka shpërblime apo penalizime. Edhe në autostradë me dal dikush për shembull edhe kokën vete edhe me i thy ligjet e komunikacionit. A duhet ndëshkohet ky njeri? Me drejtësinë krejtësisht minimale, gjithë një zëri themi se duhet ndëshkohet. Pse? Sepse ai shkakton pasoja. Dikujt që i teket midis autostradës me shku në anën e kundërt, edhe thot për shembull, unë kështu po du. Po më teket mu, a duhet mu dënu ky? Ti duhet më marr leja për gjithmonë. Se ky njeri përbën rrezik për shoqërinë. Pra edhe Allahu subhanahu wa taala na përkujton përmes këtij kërcënimi hyjnor, e që realisht është kërcënim vetëdijsimi, në mënyrë që sa herë t'i afrohemi mëkateve, sa herë t'i afrohemi kufive të shenjtë të Allahut subhanahu wa taala, t'ia përkujton vetes penalizimin, ndëshkimin me zjarr. Po në anën tjetër, sa herë që ta mbingarkojmë veten tonë, se ndonjëherë djalli i mallkuar e përdor edhe metodën e thellimit ton në devotshmëri formale, jo përmbajtësore, por formale. Na bën me kalu në devotshmëri shterpe. Edhe na bën neve me pa vetëm terrazi. Ndërkaq e gjithë feja e Allahut është lehtësim për njerëzimin. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allahu për ju dëshiron lehtësimin dhe kurse nuk dëshiron vështirësimin. Pra, duke filluar nga ajo që Allahu na ka krijuar për të na lehtësuar neve rrugtimin tonë drejt Allahut. Pastaj duke vazhduar me përzgjedhjen hyjnore që na ka bërë besimtar të tij, na ka zbritur libër, na ka dërguar pejgamber. E gjithë kjo është për të na lehtësuar neve edhe adhurimin ndaj Allahut, edhe realizimin e misionit dhe rolit ton si mëkëmbës në sipërfaqen e tokës. Lutim Allahun e Madhërisëm të na bëjë besimtarëve të cilët e orientojnë rrugtimin e tyre përmes dashurisë ndaj Allahut, pastaj e balancojnë atë përmes frikës nga ndëshkimi i tij dhe përmes shpresës në mëshirën e tij. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpërblet për dëgjimin.